na hec muhabeti, kemi kimi me strategji loje. Asgjë më shumë. Shumë mirë, mbaroj. Pastaj, se ti do hedhësh gjithmonë akuza, aludime, se ti e ke të nevojshme, vazhdo. Unë nuk prekem, as nuk ofendojmë, as nuk ullet digniteti im, as nuk ullet karriera ime muzikore, sepse kur të dalun atje jashtë, do e di unë sa e du punën, unë për vetën ti. Në atë loj forme aty, atë loj forme, atë them, prit, në atë loj forme. Në atë forme që është shef vetën ti në ekran, unë nuk e di se si mundesh ti të flasësh këtë loj loje dhe që ta shpjegojum se. Ta shpjegojum se. Sepse ajo e di që ka. O e di sa më falë, vetëm po. Hyni miri, prit hyni miri, vazhdo miri. Mirë, ta thoj ajo mendimin e vet. Jo, pse, o tani. Po se du fare me mendimin e saj. Jo, unë e du. Po se du unë me su pëlqen fare. Pse mendojnë se je qetë dhe duhet t'jesh e qetë. Këto po ta përdorin, sepse këto e din shumë mirë, po, ishte video shumë e bukre. E ndjen edhe ajo që boni me Nikolën kjo. Nuk keni as edhe një lloj pëlqimi të lumt, zero. Po si dole aty ti? Keni xhan njëri tjetrin. Keni shumë, si dole aty? S'ka rëndësi. Si s'ka rëndësi mo? Publiku nuk është budall. Publiku nuk është budall. Ajo ka dalë rezultati i një aludimi nga banorët e shtëpisë. Në qoftë se banorët e shtëpisë krijojnë një situatë dhe hedhin akuzë. Hedhin akuza, Selini ka histori tjetër nga unë. Si e ka histori? Selini ka një histori komplet ndryshe, ku ka flet me atë njeri në krevat. E që ka me flet me krevat? Fletu me ty me krevat, më ku s'ka Jo, Selini ka ndryshu komplet si njeri. Mbasi është nda nga miri, unë kam pa një Selin komplet tjetër person. Po normal më. Jo normal, nuk është normal. Po normale më. Mu nuk më dalin gërmazat kur i them një personi ti e përfshime. Ti e përfshime, jo, unë thash jo. Si jo, po të shofun mëj. O njeri dashur, nuk më dalin gërmazat mu, më dalin gërmazat për ofendimet moralshme. A i kuptove që a tha sekretarja e mirit tashi, Rujqetsin, o e di sa është Terezi, lejre, Rujqetsin, po se si pas e është me të vund gjumë, se të më thë... Jo, sekretarja tha Rujqetsin. O e di sa, fole që po thoje ti, si vjen dhe nga jashtë, edhe ke pak këtë situatë të brënda. Mirë, do ta bëjmë bashkë biseda tje, do ta bëjmë bashkë biseda tje. Tani, për të përgjigj ty tani, do të përgjigje me një përgjigje shumë të thjeshtë. Qa? Në jetën time, në qoftë se ka marrë këtu 30 vjeqe, se me që më shpërmen shumë herë mosha, s'ka rëndësi, ka marrë këtu sepse në jetën time, realisht, në qoftë se nuk ja kam dalë akoma me pasat karrierën muzikore. Po në ke thonë, në ke thonë atë karrierë më burin dhe jo. Kam thënë shumë jo. Po harë, s'ke për të bërë nami karrierë a move. Po që kjo ma betë që gjithë ka kaj karrierë. Se në ndërsat, ku e di ti? Ku e di ti? Vetëm karrierë. Po pra ku e di ti që a propozime që kam pasu unë? Nuk e merë ti karrierë do dalësh nga dhoma, po do flasësh si njeri. Ta mama, si ke dalësh nga dhoma, se përtova. Të them që në jetën time kam thënë shumë jo. Si jo? Shumë jo. Si jo? Në qëfë se je i zgjuar dhe i menqër, e kupton. Kur ti thu shumë jo, rruga të bëhet më e vështirë. Kur ti rrugën e ke më të vështirë, unë kam besu të vetja ime. Base mund t'jem budalja më e madhe kësaj bote. Në regull e marë përsi për unë. Në jetën time kam thënë shumë jo, edhe e di që do dale ajo port, 99 jo, porta i qinë, do jetë poja e madhe që mu do ma ndryshoje jetën. Dhe kjo është rasti që mu do ma ndryshoje jetën për mirë. S'ka të bëj Rogerti. Rogerti ka familjen e vetë, ka grun e vetë, ka fmin e vetë, dhe uroj gjithat mirat. Rogerti është një njeri që ka bo gabime njët në vetë, ka dhe një shembul të jarë zakonshëm dje, as një këtu nuk është i përsosur, ke bo gabime ti, unë, ajo, të gjithë kemi bo. Ta uroj me gjithë shpirtin tim që ti realisht ta gjesh edhe ti dhe të vivla e ndërroj unë si ti në këtë shtëpi që vla jo të vi këtu. Më beso. Je shumë ofendur. Ti, po nëzirë pa një arrogancë të anen, kur unë realisht po të folë në mënyrë shumë njerëzore. Shumë njerëzore. Njerëzore, tamam. Nuk po bëj loja strategji në këtë moment. Sepse mund të them, mund të përgjigjem keq, duke të ofendu, si kur të ofendojnë tjerë, për me të qafe, me të thana di si është puna. Kush tjerë me? Kush? Rogerti që më thata Jo Rogerti, po Mateo. Mateo e Si flet ti me Mateon? Ka marru punë Mateo me më më dhe. E pra,
Unë kam hallin me ty moj vajzë mbarë. Tu përgjigja unë. Si u përgjigja? Porta ime i qinë është ky, që është një mundësi e mirë, është Big Brotheri, është publiku që po më dëgjon. Këngët e mia kur unë flas me ty, ndoshta kanë një kureshti më shumë për të njohur Juelën. Kur të dal jashtë, unë kam marrë këtu për muzikën. Se pastaj